Teze sponsorohet nga IPCO. Makina të qokrit që kurrin lart E do më mbreksa për pjesë më mrin lart Dali ishkoj në vitë së mrin lart E kur ki let, kur ki shret Ta shqeqoni, këtë ju këthani Këtë për është të tjera tjera në shpim Që na e kamin, këtë që të qani Klara du ta shqeqoni, këtë ju këthani Këtë për është të tjera në shpim Që na e kamin, këtë që të Dy shpërthime dhe protesta të dhunshme kanë ndodhur mbrëm në veriun e Mitrovicës me qrasjen plagosur 3 zjarfikës dhe 3 personat e tjerë, të cilët po shëronin spitalin e qytetit në veri. Sipas drejtorit të spitalit, Marko Jakshić, gjendja shëndetësore e të plagosurve është stabile. Policia ka njoftuar se nga eksplodimi janë shkatruar disa vetura afër një kafeneje në pjesën e dominuar nga serbët në Mitrovicë. Të zemruar me këtë, protestuesit serb kanë shkatruar vetura dhe pronat e shqiptarëve. Nuk dihet ende se çfarë shkaktoi shpërthimin e dytë në lagjën e Bosnjakëve. Pas dy eksplodimeve dhe protestave të dhunshme që ndodhen mbrëm në Mitrovicë, presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sidiu u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të vendit që të shmangën provokimeve të ndryshme edhe të ndihmojnë institucionet të rendit për ruajtjen e stabilitetit.